Ka 4 ditë rresht që banorët e Bardhoshit janë pa ujë. Për të dëshmuar këtë situatë që u ka shkaktuar vështirësi, ata janë drejtuar redaksisë duke dërguar fotografi dhe video. E përderisa çezmet e tyre janë tharë, nga kompania rajonale e ujësjellësit Prishtina kanë dhënë deklarata kontradiktore rreth situatës. Fillimisht, thirrjet e redaksisë në numrin e konsumatorëve morën këtë verzion e premtim. Është një dëmtim i gypit janë të punu, besoj që sot rregullohet, s'ka me pas të lashtë. Mirë po, në një përgjigje zyrtare për shënjestër, zëdhënësja e ujësjellësit e ndryshoi narrativën. Ajo pjesë po përballet me mungesë të shtypjes së ujit. Kjo po ndodh sidomos tani që ka filluar sezoni i verës, kur rritet ndjeshëm konsumi dhe keqpërdorimi i ujit. Banorët e asaj zone janë mësuar të kenë furnizim të rregullt dhe me sasi të mjaftueshme të ujit, mirë po kohët e fundit po hasin në vështirësi për shkak të shtypjes së ulët. Duke qenë se ajo pjesë gjendet në një zonë më të lartë, uji nuk po arrin me presion të mjaftueshëm në rrjet, gjë që po shkakton probleme në furnizim. Mediumi do të vazhdojë ta përcjellë situatën deri në normalizimin e plotë të furnizimit me ujë për banorët e kësaj lagjeje të Prishtinës. Shënjestër.net